Tash, kur po folëm për çto rikthimet e modës që janë konë, mu më pëlqejnë. Mu më pëlqejnë së shembull ja ka nisë me kriju individualitet të modës të njerëzit. Së shembull nëse ti e kthen stilin e 90-tave, dikujna tjetër mundet me i pëlqy 80-tave, 60-tave, adin që i implementojnë në ditë e sotme edhe e krijojnë një lloj imazhit vetë edhe stilin e vetë individual që mu më pëlqen edhe kam qef me e pa të njerëzit. Nëse folëm për qëta specifik, ma mërmenja që shembull rikthimi i modës me të madhe që ja ka nis me u bo, se atëherë është kritiku para se me ndodhë që kjo event, po me njerë që ndodhi mas Met Gallës të nështë 3-4 vjetë ma herët, që ke Pieces on Time, jo 2020-ës, Pieces on Time që u konë, që kanë nëzirë fustane prej arkivave të ndryshme, edhe janë inspiru prej që atyne, prej që atyrit janë nisi trendi mu pranu edhe mu konceptu edhe për njerëzve tjera që mujna me marë inspirime prej veshjeve të kalume. Shembull nëse ish folë që kjo tim para 5 vjetë, nështë para se me ndodhë që ajo, krejt dizajnerat që unë i nja edhe i kom pa, gjithë janë mundu ashtu me kriju sane të reja dhe me kriju sane ma futuristic. Që kjo është diçka që me njerë se po është këtë fotografi më shkoj menje. Prej perspektives dizajnerave nuk i di. Prej perspektives tem personale, ma shumë kësha pas që futuristic, dizajnet e të ardhëmës, diçka që s'ka hala, ose po krijohet për të ardhmen, si sa mu këthy në të kalumën. Ato në të kalumën i shohim, i vlerësojmë, ja u jepim një farë vlerësimi, ose note, ose një të mirë në të kalumën që ka ndodhë, po edhe të moda, edhe të teknologjia, edhe të shumë sene tjera, shumë jam ma shumë kurioz me ditë në të ardhmen që na pret, që ka me ndodhë, që shko me konë dizajni ardhshëm i radhës, i modës, i veshjes, i frizurës, i grimit, i patikave, i qëtëre seneve. Në të kalumën së është që e këshyre, nuk është që abdin ma merë vëmendjen, ose thëmë u që kjo ka interesant. Normal, munën mu bashku e kalumja me të ardhmen, mu kriju një diçka e re. Po që kjo është tonë e shamull që jam të e folë. Futuristic. Futuristic, mu shamullon e që shësha si loj koncepti është futuristic që ajo është që nëse inspirohen prej kalumës, edhe kryojnë diçka të re për mes që atyne me inspirim me bazë që asaj të kalumës, apo kuptën? Se shembull tash nëse folin për fustana, ti s'është që ki me pasa edhin edhe shumë, nështë a i ki nja 50 lojet një formës fustanit, apo kuptën? Po tani ti është njëra që shlun me që ato edhe me stilin që ja kryon që ati fustanit. E shembull nëse e ki një inspirim prej viteve 90-ta, që qëtash 90-tat janë të bo bom apet, shumë a shumë se sa viteve tjera, edhe pse shamu mu të 80-tat të më pëlqejnë mas shumë të kështo si stilit kalumës. Viteve të 90-ta shambull janë njerëzit të i marë që ato inspirime adin edhe të i kryun që ato format e reja që jam të i pa one edhe të i folë.